Zoti Musa, që sa ko rrjedh ky ujë në këtë krye? Ky krye rrjedh që 60 vjet ne kemi qitë true. E kënë pas në trudën e më që më t'i pështë, në asfalt, para lufte. Po, e qka u bo aty? Pse në nalë aty? Dull, si pasoj që në sësi u detyru me dollë naltë. Se jo konë rruga e keqe, edhe në sësi edhe dullim naltë ka. Tash këta ujë e kemi nalë tash këtu. E keni lënë... Tash e kemi nalë këtu, pe ati pështit, po, se kryen e ka është një shpije që të naltë, në malë. E ka si... Po, kru është. Po, kru i madhë? Kru është i madhë. Aha. Edhe, tash e kem që të kruje, edhe në për shpija, pro edhe këtu. A dihet çfarë cilësie ka? Ja kem po analizat. Po. A i pas ke edhe analizat? Po, i ka analizat. Po, edhe është tregu që? Është tregu është që shumë i mirë kë kruje. Shumë i mirë, a? Ujë cilësor, dhe me thonë. Ujë cilësor shumë mirë është. Kush merr ujë në këtë krye? Paj, vëllohet pej Prishtine, pej... Ka bubaki pej Prizreni në nord kanë morë këtu. Seriozisht. Pej atje, po, vinë. Vinë e marrin. Vinë e marrin këtu ujë. Tash, kë Gjermoni që ka qitë të... Flutur. Po, flutur të turbinat, që të vjene me ujë, edhe ka po së analizat krejt kryjeve. Krejt kryjeve. Po. Që ta ujë u dollë matë mirë, tha Gjermoni. Seher dvje ko, që të vjene me ujë, edhe shkon për barelet të nëtë. Po, sa mirë. Mirë, ju e keni ndërtu, ju e mirë mbani, apo jo? Po, ne kemi ndërtu, ne mirë mbojmë. Dhe paguajnë sa do pak? Paguajnë, ka 10 cent, 1 cent litrën. 1 cent litrën? 1 cent litrën. Ekonomike qenë ka mjaftë, po edhe ata që e marrin ja u din për shnet. Valloj, po të ide. Ati u shkoftë të marrë. Për ndryshe do dalim tash pak te katunin altë aty, te shtëpiat ku keni. Po. Nëse mundemi pak edhe aty me bisedu pak. Relievi malor i tipit alpin, natyra e ashpër, por edhe bukur, formon fizionomin kryesore të kësaj hapësire gjeografike. Ndërkaq, relievi kodrinor është mbizotrues në peizazhin gjeografik të Bajgores, ku mbizotrojnë majat e larta e të mprehta piramidale, të dhëmbëzuara, por edhe kurrize e të sheshta. Majat më të larta janë Ostrokopja me 1789 metra, pastaj Bareli me 1583, Mali i Bajgorës me 1299 metra e të tjera. Bajgora paraqet një tërësi gjeografike me sipërfaqe të madhe me livadhe e kullosa të pasura. Natyra e saj ka një bukuri të rrallë e mahnitse. Sa të bukura duken livadhet e malet në pranverë, po aq madhështore janë në dimër të ngarkuara me borë. Dhe pikrisht, kjo dhunti natyrore, historikisht u bë prej e lakmitarve, duke u nisur që nga koha e Romakëve, pastaj koha e Bizantit e armiqve të tjerë, duke u mbyllur përfundimisht para një çerek shekulli me fitoren e ushtrisë çlimtare të Kosovës dhe shporjen e okupatorëve serbë nga këto troje. Sakrificat ishin të mëdha për liri dhe pavarësi dhe patja dhe viktima, por nuk munguan edhe heronjt dhe dëshmorët. Siç mund të shihet në këtë pamje edhe në oborën e shkollës së fshatit Bajgor, lartësohet figura e heroit të Kosovës Meh Uka. Me këtë emër është hedhur në shumë beteja Brigada 141 e zonës operative të Shalës. Shalani Meh Uka ishte pishtar i lirisë që nga vitet e hershme të jetës si nxënës i gjimnazit matematikor të Prishtinës e pastaj edhe si student. Një përshkrim meritor, figurës e këtij atletari të devotshëm ja bëri në një intervistë akademik Recep Qosja, në të cilin e lartëson për zellën që kishte dhe dijen e dëshmuar.
Bajgora, sikur se mbar Kosova, ka dhënë kontribut të paçmuar në çlirimin e vendit. Jemi pranë lapidarit të dëshmorëve të brigadës Mehuka, 141 Mehuka, dhe në krye të këtij lapidari është dëshmori heroi i Kosovës Mehuka, i cili ra heroikisht qysh në vitin 1996, atëherë kur rezistenca ishte mjaft e madhe. Megjithatë, këtu janë edhe 8 dëshmorë të tjerë të luftës së UÇK-s dhe lexojmë gjaku juaj simboli i qëndresës, i sakrificës, i flijimit, atë dheut i solli rrezet e lirisë, të dritës e të shpëtimit. Jobët yje të pashuara të përjetësisë e ngritet në pjedestalin më të lartë të shqiptarisë. Këto janë vargjet të cilat janë thurur dhe janë shkruar këtu dhe të jenë përjetshëm, sikur se kujtimi që do të jetë i përjetshëm për këta dëshmorë. Disa herë i burgosur e shumë herë i maltretuar nga regjimi Jugoslav. Mehuka u vra në një prit nga policia serbe në fshatin Lush të Mitrovicës në moshën 34 vjeçare. Dhe në shenjë hakmarrje, shokët që i la pas gjatë ofenzivës serbe të janarit 1999 në rajon në Shalës së Bajgorës, me veprimet taktike e futën në kurs një tog ushtarës të armikut dhe 8 të zënët rob i ngujuan pikërisht në shkollën e fshatit Bajgor. Me ndërmjetësimin e faktorëve ndërkombëtar, këta 8 ushtarë serb u liruan në këmbim të 9 shërbimtarëve shqiptar që mbaheshin në burgjet serbe. Fal Mehukës dhe dëshmorëve të tjerë të Shalës, fshati Bajgori i Mitrovicës, 25 vjet në liri ka një pamje mahnitse, me infrastrukturë moderne, shtëpi të reja, shkollë dhe ambulancë të bukur, si dhe restorante e lokale të tjera afariste. Jemi duke realizuar një reportazh për fshatin Bajgor dhe deshti fatit që ju t'jeni musafir në Bajgor. Çka ju pëlqen derisa jeni këtu në restorantin Dodona? Tua, po zotin unë si të kallëzova që në bie shkëm le edhe në bie shkëm rrit. E më ka met Maroku me dalë bieshve e sa ta më pëlqe ka. Fort mirë kom qef biesh me dalë. Shihri se më pëlqe si kokër. Çka po të pëlqen në Bajgor më shumë? Ka, paj natyra, vercina, edhe të sheh qërë të fuza për sheh ka silën atje. E që atë më pëlqen tona. A do të rrish ndo një ditë këtu? Ja, veç e në ardhë pak shtu me hongër i farë kaftjalli edhe te poshtë në vështrim. Edhe kaftjalli këtu po të përqeka? Po, valla dhe këtu më pëlqe. Pse është bio? Po qysh jo. Po qysh jo. A kanë lëshu nga të fshatin ju të përka je prej Popova, e kanë lëshu atje banor? Për Popova? E, Po qysh jo. e kanë lëshua. Po valla është asfalti original. Deri në vend. Deri në vend. Po ka për ka me konë se si në betë 3 shpi kretë Popovën. A, Kretë Popovën 3 shpi në mitë. e pse, cëllë është arsyeja? Aty a? E, Pa e sa që kem në atje, duhet për atje, nuk ka pas as rrym, as ullë, as kurgjë, për këto i kanë bo mas i mi dalë kretë për atyjit. kurse këta këtu të gjithat i kanë. A? Ta këtu në Bajgor të gjithat i kanë këto që. Po këtu vëllat të tonat mirat. Gjenet. Qenet. Bele vëllohet gjenet. Pa i kësinani isha, po? Po. E gëzof, faleminderit shumë. I gëzof 70 vjetorin, nështë
takojmë. Faleminderit, shumë faleminderit. Në Bajgor, siç po shihet prapa meje, ekziston ski lifti i cili shërben gjatë kohës së dimrit. Dhe këtë e mirëmban dhe e shërben restoranti Dodona, i cili është këtu që nga pas lufta dhe punon me shumë sukses. Për ditë punon me ta, punon me ta. Ngojt një herë punon me ta. Pa, e që në trega, e shitni? Jo, shumë të A vesh për veti i kënje? veç për veti. O, Kem gjithë boll. a paska, do më thonë, Besoj se shumë kusht që ka dëgjuar për këtë fshat e din edhe domethënë e shprehjes patatja e Bajgorës. Kuptohet në kuptimin e mirë të saj, sepse për vërtet klima e saj i bën këto perime shumë të kërkuara në tregun kosovar. Është interesant mënyra e ruajtjes së patatës gjatë dimrit në formën tradicionale. të dhe tash që po bëni me patatet që keni nxjerrë? Tash me patate i rezervojmë këtu në grup. Po, pse në grup? Rrinë ma mirë se po drup skenat, që me thonë se me rëk dili këta prishën. Do më thonë, Këta hien këtu edhe te mo ben prënder, as bim, as kurgjë, as nuk. A në hap të shohim si Po, duket që. ajo? Që grupa Qenka e Është- betonume? e betënume. Apo në hedh pak të shohim si bëhet? Po. Ne i dherën të ashtu në grupë. Nuk dëmton ka i sill, jo. Ja, nuk dëmtojnë heq. I shkaplon të ashtu.